Në dialog të lajmi i ftuar është një figurë e njohur publike, por si politikan vazhdon të mbetet në tentativë. I ftuar është zoti Bekim Adili nga Kërçova, antar i sapo zgjedhur i Këshillit të Ri të Përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Adili, mirë se erdhët në dialog të lajmi. Falenderoj Safer për ftesën dhe gjithashtu të përgëzoj për këtë qasje që po ndërton unike, do ta quaja, në podcastin që ti po udhëheq, duke përfaqësuar atë që unë them dhe flet me zërin e popullit, pavarësisht se ka ke përballë. Në kuptim të kësaj, ju përgëzoj dhe ju uroj sukses. Shumë faleminderit për vlerësimet. Ne mundohemi të jemi zëri i opinionit publik, se zëri i popullit është asocim nga një sistem i kaluar, por gjithsesi se zëri i popullit është zëri i Zotit, ashtu thuhet që nga kohrat e lashta. Zoti Adili, partia juaj, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk i ndahet të shtetit unitar, e mbron me çdo kusht atë, edhe pse sipas meje, ky është mendimi im personal, nuk është se ja kërkon kush. Ju a jeni pro rezolutës për shtet unitar e miratuar në kongresin e fundit të BDI-s? Atëherë më lejo që përpara se të shtjellohem aspektin e shtetit unitar, që të sqaroj edhe publikun edhe shumë dashamirës të cilët më kanë pyetur se përse arsye tani që ju bashkove asaj që ju je referuat si subjekti im. Ai është subjekt i të gjithë shqiptarëve, por arsyet se përse unë ju bashkova kanë qenë disa, dhe më lejo që të sqaroj për faktin se kam patur, si thua, pyetje të natyrave të ndryshme, se unë vi nga bota mediatike, atë që theksove më lart, dhe nuk ka qenë, si thua, një dëshirë shumë e madhe për të përfshi në politikë. Por kur propozimi ka ardhur dhe që e vlerësoj jashmase nga kryetari i subjektit të BDI-s, apo zoti Ali Ahmeti, i cili është realisht një figur i cili ka shty dhe është protagonist i zhvillimeve të kauzave tona kombëtare që nga revolucioni deri më sot, është arsye e parë. E dyta lidhet me atë çfarë përfaqëson ky subjekt në kuptim edhe të përgjegjësisë që ka, nga që thash që ka lind nga një revolucion dhe nga ajo që quhet marrëveshja e orit, për të cilën mendoj se kemi të gjithë detyrim për ta mbrojtur atë pozicion të cilin kemi krijuar nga sakrifica dhe gjak i derdhur, dhe që më shumë se çdo kujt i takon padyshim këtij subjekti. Arsyeja e tretë është se kam qenë kritik atë që thash, domethënë shpesh herë, dhe është krejt e natyrshme në shkrimet, në opinionet e mia më përpara, dhe mendova se ka ardhur ndoshta një moment që të hyj në fushën e lojës në kuptim për të dhënë kontribut për atë çfarë unë kam qenë kritik ndaj shumë situatave, fenomeneve me të cilat jemi përballë. Dhe arsyeja e katërt lidhet me të qenurit sot jo në pushtet ky subjekt. Pra, me këtë dua të them që absolutisht nuk kam patur asnjëherë asnjë ushqej në një lloj ambicie për të marrë pozicione politike, funksione shtetërore e kështu me radhë. Thjesht duhet të jesha një zë, ndoshta edhe i veçantë, po për të dhënë kontributin tim për aq sa ka pesh mendimi dhe qasja ime në situata të ndryshme. Edhe sa i takon aspektit të shtetit unitar, unë mendoj se ka nevojë për të sqaruar dhe për të shpjeguar, sepse në pamje të parë duket diçka paradoksale, që realisht nuk shkon me atë çfarë synom ne si shqiptar, por edhe si subjekt politik. Dhe pse mendoj që kemi nevojë për të sqaruar këtë tezën e aspektit unitar, i cili praktikohet edhe nga shumë shtete tjera që kanë, domethënë, konceptin e shtetit unitar, por që realisht ka një lloj barazie kushtetueshmërie edhe për komunitetet e tjera. Kemi shumë raste, por unë mund të marr në konsiderat disa nga shtetet më demokratike, nëse mund t'i quajmë. Finlanda e ka shtetin unitar në preambull dhe në kushtetutën e saj, por respekton në mënyrë të barabartë komunitetin tjetër suedez. Kudo është finlandishtja, është edhe suedishtja, në përfaqësim, në gjuhë, në decentralizim, në lloj autonomie edhe të pushtetit lokal.
Kemi Spanjën, me Baskën apo me Katalanien. Është një shtet unitar, por me atë çfarë quam autonomi rajonale të zgjeruar. Dhe dim ne se çfarë pozitash kanë Baskët atë në Spanjë, me të gjitha të drejtat absolutisht që i takojnë një komuniteti të madh. Vim tek një aspekt tjetër, i cili ndoshta është i ngjajshëm me Maqedoninë e Veriut, që është një provincë dhe është interesante për ta përmendur se shumë pak lakohet si emër, Trioli i Jugut në Itali, i cili ka atë çfarë quhet landishtja si gjuhë zyrtare, gjuha italishte dhe gjermanishte, dhe që ky lloj komuniteti me të gjitha atributet në kushtetutën, si thoshet, dhe në aspektin e provincës që quhet i ktill, i gëzon këto të drejta. Atëherë, çfarë dua të them me këtë? Që kjo është kërkesa edhe e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila duhet sqaruar, duhet thënë se brenda shtetit unitar ka mekanizma të ndryshëm për të marrë rolin dhe peshën që i takon një komuniteti ashtu siç janë shqiptarët. Tani neve kemi një lëshim, duhet thënë këtë, në preambull të shtetit pas vitit 2001 të Republikës së Maqedonisë së Veriut sot, ku pavarësisht se në hyrjen e saj thuhet që sovraniteti buron nga qytetarët e saj dhe më pas shtohet elementi shtetformues i popullit maqedonas dhe popujve të tjerë. Atëherë, të frikësuar dhe pjesëve të popujve të tjerë. Ashtu. Midis tjerash edhe shqiptarët si pjesë e popullit shqiptar. Ashtu. Atëherë, neve kemi qenë si thua vëzhgues të këtyre situatave, bashkarisht duke shërbyer aspektit mediatik edhe në vitin 2001, ku kishte një lloj frike e cila edhe sot ekziston tek pala maqedonase, se nëse do të përfshiheshin shqiptarët si element shtetformues, ato kishin frikën të cilën e thoshin kudo dhe sot e mbrojnë se do të kalojmë në një shtet binacional, federal e kështu me radhë. Atëherë çfarë ndodhi? Ndodhi, domethënë, për të gjetur një lloj konsenzusi, marrëveshje, u arrit ajo çfarë quhet parimi i Badenterit, apo është një modalitet i ri, do të thosha, qoftë edhe në Bashkimin Evropian apo Shtetet e Ballkanit Perëndimor, që quhet demokracia koncesionale, e cila nënkupton për të mbrojtur shumicën që mos kaloj komuniteti i dytë në kërkesa për federalizim, dhe ndërkohë që shqiptarët i mbrojnë nga majorizimi i pjesës tjetër të palës së maqedonase. Por realisht çfarë ndodh në teren është e kundërta. Do thotë se ne shikojmë që ka një tendencë dhe padyshim parimi i Badenterit nuk merret në konsiderat dhe nuk është artikuluar si duhet për të qenë mekanizëm mbrojtës. Këtu janë lëshimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, e hartuesve të saj në marrëveshjen e Ohrit, dhe në këto 20 vite të cilat mendoj se është dashur të rregullohet parimi i Badenterit për të qenë mekanizëm mbrojtës edhe në gjykatën kushtetuese, në parlament, në përfaqësim dhe kudo. Pra, shteti unitar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim mbrohet përmes parimit të Badenterit, i cili për fat të keq nuk respektohet. Dhe ne kemi shkeljet marrëveshjes së Ohrit. Andaj dhe jam këtu, e ripotencova, dhe duhet ngritur zëri kudo, në çdo celulë shoqërisë sonë. Për faktin se aty nuk është me që thoni duhet ngritur zëri. A keni diskutuar në Këshillin e Përgjithshëm të BDI-s lidhur me rezolutën konkrete për shtetin unitar dhe cili ka qenë reagimi i anëtarëve të tjerë të këtij forumi partijak? Në një analizë timën të publikuar këtu në lajm në portalin e lajmit dhe në Lajm TV, partinë tuaj e kam quajtur parti rezolutash, natyrisht jo me qëllimin e keq, por me një qëllim shpjegues për opinionin publik, sigurisht. Ndonse ju jeni i ri në BDI dhe nuk ju takon pra ta merrni mbi vete këtë definim mbi partinë tuaj. A është shpjeguar BDI-ja mjaftueshëm se pse u ofron shqiptarëve vazhdimisht rezoluta, u ofron të në 2024-ën, u ofron tani në 2025-ën, tani 5 rezoluta, atëherë diku 4 rezoluta e kështu me radhë. Parimisht, padyshim që keni të drejtë. Përse keni të drejtë? E them për faktin se duke hartuar rezoluta apo deklarata, si që thoni ju subjekti deklaratave,
dhe ato kur nuk shoqërohen me aksione politike, realisht do të thënë krijojnë një lloj hutie në popullat dhe humbje të peshës së besimit. Ky është fakt, por duke u këthyer në retrospektiv se cilat ngjarje kanë qenë, të cilat padyshim janë marrë në konsiderat dhe në analizë, duke përfshirë atë çfarë ne quam dhe është, do të thënë, një luftë e cila po cënon edhe rendin ndërkombëtar, por edhe Europën në kontekst Rusia me Ukrainën, dhe tani më jemi si thuash në përditshmëri duke ndjekur lajmet se çfarë ndodh në lindjen e mesme së luftës Izrael-Iran e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që kemi një situatë tjetër të tensionuar në Kosovë në kuptim të prioriteteve që kanë çështjet. Këto kanë qenë pra arsyet se pse nuk është hedhur një aksion politik, sepse keni të drejtë, në qoftë se deklaratat nuk shoqërohen me aksione politike konkrete, ato pastaj i ngelin si thua sirtarit aspektit historik për t'i trajtuar se çfarë pozicioni ne mbajtëm në një moment, do të thënë që duhet të mbrojtur. Dhe padyshim që më shumë se kujdo mbrojtja e legitimitetit të përfaqësimit dhe problemeve tjera të cilat kanë lindur nga marrëveshja e Ohrit si mungesë e vullnetit tani nga pala tjetër për t'i respektuar, i takon Bashkimit Demokratik për Integrim që t'i mbrojë këto. Dhe do të flasim edhe për këtë. Padyshim a ka zëra të tjerë në BDI që mendojnë se duhet të rishikohet veprimi politik i partisë në raport me palën maqedonase, në raport me shqiptarët, kështu me radhë. Ju e thatë që unë rishtas jam i freskët në kuptim të një antari të ri në Këshillin e Përgjithshëm, i cili është antari i ri në subjektin e vjetër. Ashtu zëri, do me thënë i ri në subjektin e vjetër që kemi cilësuar në bashkëbisedimin miqësor. Por që do të thotë se neve jemi mbledhur vetëm 2 herë, nuk jam pjesë e kryesisë qendrore ku janë takimet më të shpeshta apo pjesë e kabinetit të kryetarit ku edhe realizohen analizat e përditshme nga ai kabinet. Megjithatë, padyshim që ka patur dhe ka zëra edhe publik nga përfaqësimi i këtij subjekti, të cilët hartojnë, propozojnë dhe i hedhin si ide në opinionin publik përmes shkrimeve të tyre në qoftë në rrjetet sociale apo në faqen e tyre të rrjeteve sociale. Por kjo nuk mjafton vetëm për t'i artikuluar, por unë mendoj dhe jam si thua me mendimin tënd se kur realisht të krijohen kushtet më të volitshme, pavarësisht zhvillimeve të cilat i përmenda më larg se si do të jenë, sepse ne nuk mund sot të përpiqemi të tërheqim vëmendjen e politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Bashkimit Evropian për problemet tona këtu, duke patur parasysh se po ndodh diçka shumë më e madhe dhe po kemi një tronditje tani më të aspektit global. Këto pra janë faktorët, to janë arsyet se pse është hyrë aksioni politik, por që duhet shoqëruar deklarata dhe rezolutat me aksione politike, padyshim. Do të flasim edhe për veprimet konkrete. Zoti Ahmeti shkoi në takimin e liderëve, por edhe pse u tha se për disa çështje të rëndësishme politike që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve, do të ketë takim kokë në kokë midis kryeministrit Mickoski dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Takimi lëre që nuk u bë, por kryeministri në një farë forme u tall duke thënë se takimi do të ndodh ndonjëherë, ka thënë këtë disa herë para gazetarëve. Ju duket kjo një tallje e cila bëhet në raport, nuk flas për zotin Ali Ahmeti si personalitet, si individ, por flas si lider i një partie e cila e keni quajtur në shkrimin tuaj është trashëgimtare politike e ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe natyrisht pastaj bartëse e përgjegjësisë për ta zbatuar marrëveshjen e Ohrit. Padyshim. Unë mendoj se nuk është tallë se në qoftë se ju qëndron besnik parimeve të tua. Dhe zoti Ahmeti ka qëndruar parimeve them konstante në qëndrimet e tij. Sa i takon aspektit të kryeministrit, tani më është e ditur botërisht që ai për pozicionin komod të cilin ka krijuar në këtë lloj qeverisje, duke shkelur legitimitetin,
Tani ai po luan padyshim edhe në kontekst të provokimeve të ndryshme në retorikën e tij që ka në dalje të paskoshme në media. Dhe duhet të kuptuar një diçka se sot në këtë çfarë ndodh në botë, që të gjithë jemi në pritshmëri se si do të përmbyllen këto luftra tani më zjarre të ndezura, sepse rendi i ri jo vetëm që ndryshon, por bashkë me atë do të mbyllen shumë procese. Dhe duhet kuptuar që tani ne jemi të ndarë këtu absolutisht në dy, si thua, kaje të kundërta të interesave tona, që duhet thënë se në qoftë se kryeministri aktual do të ishte një personalitet i cili do të kishte një qasje serioze ndaj vendit për të krijuar stabilitet, do të përqafonte ndryshimet kushtetuese dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. E kundërta ndodh e kësaj. Retorika vazhdon që jemi pro-BE-s dhe në fakt veprimet flasin për diçka tjetër. Dhe ne duhet jemi shumë të vëmendshëm, duhet jemi shumë konsistent në qëndrimet tona për të ruajtur pozicionin ton në atë çfarë ne quajmë përmbylljen e proceseve të ditës së nesërme. Dhe këtë detyrë, këtë lloj obligimi nuk e ka vetëm një subjekt, e ka çdo shqiptar, e kanë subjekte tjera, që të jemi sa më të artikuluar dhe në mungesë të një lloj uniteti i cili nuk ekziston. Përkundrazi, kemi një përçarje jashtëzakonisht shumë të madhe, gati të turpshme në ditët e sotme ajo çfarë neve na ndodh, ai padyshim në komoditetin që është krijuar edhe do të lëshohet deklarata tallëse. Kështu që ajo çfarë neve na duhet në këtë rast është që pse jo dikush, nëse neve na mungon bota akademike dhe zëri i fuqishëm intelektual, duhet dikush që ta marrë përsipër për të hartuar, unë mendoj që shqiptarët kanë nevojë disa pika mbi një platformë të përbashkët dhe që t'i dalim zot kësaj situate për faktin se nuk duhet t'ja falim vetes, në qoftë se neve do t'ju lejmë trashëgim brezave fëmijëve tanë, po të njëjtat probleme të cilat dolën nga një sakrificë dhe gjaku i derdhur dhe sot në rezulton se nuk kemi të aftë për t'i mbrojtur. Kjo nuk na justifikon, nuk na nderon dhe kemi për detyrë padyshim që të japim kontribut. Përveç se idealiste, neve kontekstin apo në konstelacionet aktuale, politike, partijake, pse jo edhe ideologjike në mesin e shqiptarëve, tingëllon pak ideologjike, neve nuk kemi subjekte ideologjike. Nuk është imagjinare, mendoj unë, për faktin se në qoftë se themi pak në si thua doza të asaj çfarë ne quajmë, domethënë idealiste, përse jo, idealet duhet të ushtjen, duhet të mbrohen dhe s'ka asgjë të keqe. Unë them se ne kemi nevojë për reflektim. Dhe ky reflektim duhet ndodhi. Pajtohem me ju që kundërta e kësaj, jo vetëm që po tallet, por realisht po na shkakton probleme serioze në fragmentarizimin e organizimit ton politik. Nëse neve nuk jemi të Zotit për të mbrojtur atë çfarë quhet marrëveshja e orit të paktën, e cila duhet jetë bazë mbi të cilën më vonë domethënë të hedhim hapa të tjerë, neve jemi të padenjë për të gëzuar të drejtat tona si komuniteti më i madh. Çfarë dua të them me këtë? Se në qoftë se neve nuk do të kemi një përfaqësim bazuar qoftë edhe në parimin e Badenterit, e cila buron nga fryma e marrëveshjes së orit, atëherë më thuaj ku qëndron kuptimi për organizim politik të shqiptarëve. Neve nuk kemi nevojë atëherë për parti, le të përfaqësohemi si degëzime apo fraksione të subjekteve maqedonase. Ju keni thënë që partitë shqiptare rrezikojnë të shndrohen në filiale deg të subjekteve maqedonase, ndërsa organizimi politik shqiptar të humb kuptimin e tij ekzistencial. Pra këtu flasim jo vetëm për Vlenin, por flasim edhe për BD-n edhe për ndoshta subjekte tjera më të vogla politike. Megjithatë, ju po e shoh, prap po them si njeri që jeni futur shpejt në politik, ndoshta ka të bëj edhe me këtë aspekt, keni dëshirë për proaktivitet. Megjithatë, prandaj edhe jemi aty. Po, sigurisht, në shkrimin tuaj të cilin e keni publikuar në rrjetet sociale, ju thoni që duhet të ketë nisma për mbrojtjen e legitimitetit votës shqiptare, gjuhës shqipe, përfaqësimit e kështu me radhë, pra aksion që i takon BDI-s, siç tham, si bartse e përgjegjësisë për
lëshimet e bëra gjatë 2 dekadave të fundit. Pra, ju e thoni që edhe BDI-a ka një lloj përgjegjësie për gabimet apo mos realizimin e plot të kërkesave legjitime të shqiptarëve. Megjithatë, ju në këtë shkrim flisni edhe për autonomi të pushtetit lokal. Pra, mendoni se duhet të hapet apo të rihapet tema e autonomisë së shqiptarëve, ju si e mendoni? Domethënë, koncepti juaj është për autonomi kulturore apo është për autonomi politike territoriale? Atëherë, që ti marrë me radhë. Fillom nga legitimiteti. Çfarë ballafaqimi realisht kemi ne në skenën politike? Në qoftë se pala maqedonase po lufton për të mbrojtur identitetin e tyre nacional, neve nuk e kemi këtë problem. Neve na nevojitet që të krijojmë identitetin tonë politik, dhe identiteti jonë politik ndërtohet duke mbrojtur legitimitetin, duke mbrojtur atë çfarë ne e quajmë, domethënë, marrëveshja e orit, që duhet ta marrim si një dokument bazë për të avancuar më tej dhe një dokument të shenjtë mbi atë gjak që është nderdhur. Vazhdo më pas me artikulimin që ju thatë bazuar në atë çfarë unë kam thënë. Padyshim që BDI-a ka ato lëshime për të cilat konstatohem. Dhe këtë nuk e ka mohuar as kërkush, as vetë kryetari, por kjo është përgjegjësia kur reflekton mbi gabime. Dhe këto lloj lëshime padyshim i kemi artikuluar edhe në atë që quhet rezoluta që ju thatë non-paper adresuar faktorit ndërkombëtar dhe qeverisë aktuale. Dhe autonomia e pushtetit lokal, për mendimin tim është e vonuar, e kemi në pikën 4 të kërkesave, është shumë e vonuar. Është dashur kjo iniciativë të merret shumë më herët. Ndarja territoriale ka një lloj konfigurimi i ngjashëm me atë çfarë thash, me shtetin në Spanjë, me atë në Itali, në Francë, në Finland, në Belgjik, ka shumë modalitete. Se si ne mund të ndërtojmë që të kemi një decentralizim të pushtetit lokal dhe në aspekt politik, dhe në aspekt kulturor, dhe në aspekt mbi të gjitha ekonomik. Për faktin se kemi një situatë e cila na dëmton edhe sot. Këto janë tani të gjithë palët fajtor, gjithë secili përpiqet që të marrë më pak hise të fajit e kështu me radhë, tek regjistrimi e kam fjalën, që neve edhe pak buxhet që ju ndaheshte në parim të një lloj rregullorje, e cila ndahet në frym popullatës dhe të nxënësve, tani atë çfarë quajmë popullatë jo rezidenciale, që janë shqiptar, mbi 200.000 sa janë, këto do të thënë hiqen nga i target group dhe neve na paksohet, na dobësohen të ardhurat në pushtetin lokal. Jo vetëm që në përqindje janë shumë qesharake, kthimi do të thënë i 3% nga 18% apo nga ajo e tatimit personal, por që edhe ato pak mjete tani më reduktohen në kontekst të kësaj lëshimit të radhës që kemi me aspektin e diasporës, që është një kontribues i jashtëzakonshëm, ndërkohë që neve kemi lënë një lëshim i cili po na godet edhe në pushtetin lokal me ato të ardhurat që ndan qeveria në bazë të frymës së popullatës dhe numrit të nxënësve, të cilët paksohen gjithkije më shumë. Atëherë, jo vetëm kjo për mendimin tim, por duhet të krijohet një lloj mekanizmi dhe një kërkesë shtesë që për diasporën të mund të votojnë nga atje ku jetojnë ato, ashtu si ndodh në Kosovë dhe në shumë vende të Perëndimit. Nuk ka se përse ato të marrin rrugën për të ardhur që të hedhin një votë. Do të thotë se ka realisht disa lloj lëshimesh, të cilat neve i kemi artikuluar në ato që quhen non-paper dhe që duhet këtu tani më jo të adresoj gishtin aktualisht vleni tek BDI çfarë dje ka bërë lëshime dhe gabime. Ato janë aty që ti përmirësohen, andaj dhe duhet një lloj uniteti. Andaj edhe duhet domethënë që të ulen në një tavolinë të përbashkët. Kjo nuk është idealiste. Kjo është një kërkesë e kohës, është një përgjegjësi që kemi ndaj brezave të rinj, ndaj vetes, ndaj pozicionit të shqiptarëve për të ndërtuar një perspektivë më të shëndosh në këtë shtet. Është edhe federalizimi njëri nga opsionet që ju mendoni se duhet të hudhet në tavolinën e debatit brenda shqiptarë si opsion, si model për rregullimin e brendshëm shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ja, ne po shohim urën e Gurit, e cila realisht dhe faktikisht i ndan shqiptarët në një anë, flas për Shkupin, dhe maqedonesit në anën tjetër. Por nuk ka ndarje me thik të territoreve dhe federalizimi
ndoshta është i pamundur duke pasur parasysh pra këto aspekte. Por ju si e konceptoni? Mendoni që ka ardhur koha që të hudhen në tavolinë edhe autonomia, edhe federalizimi, edhe gjithçka që është model i njohur për botën perëndimore? Padyshim, të gjitha opsionet duhet të jenë të hapura. Dhe jo vetëm që të jenë kërkesa nga pala shqiptare, por duhet të jenë të hapur edhe maqedonasit për të pranuar realitetin në cilin jetojmë. Ju e thatë Shkupi, por edhe Shkupi ka rregullimin e vet, qoftë edhe në aspekt demografik dhe gjeografik. Të një lloj ndarje të aspektit etnik, të cilin neve nuk e dëshirojmë me thikë, që thatë ju, por ekziston modeli belg, ekziston e thash edhe aspekti i modelit të Spanjës. Ka modalitete o federalizim apo rajonalizim i autonomisë të provincave, a quaj si të duash. Dhe Shkupi, pse them domethënë modeli i Belgjikës, është një lloj Brukseli, në të cilin jetojnë edhe flamengët, edhe valonët. Edhe këto është Shkupi pak a shumë i ngjashëm dhe aspekti tjetër demografik dhe gjeografik i Maqedonisë ka një lloj ngjashmërie. Pra modalitete ka kur ka vullnet, por e thashun që këtu kemi një mungesë vullneti, fillimisht tek pala maqedonase, dhe ajo çfarë më së shumti duhet të na shqetësoj është se kemi një lloj divergjence, një fragmentarizim, një përplasje të verbër, një ndarje në mes të përfaqësuesve dhe subjekteve tona politike, sa ne duhet të reflektojmë mbi atë çfarë ne quajmë se sot jetojmë në epokën e digitalizimit, pra lufta kibernetike, e cila nuk është këtu, se ajo është e përmasave tjera, por ajo hibride, po ekziston. Çfarë është lufta hibride? Është futja në huti të popullatës, e cila relativizon gjithçka, punë e madhe, se edhe pa gjuhë shqipe dhe pa simbol neve jeton, kemi nevojë për një copë bukë, por jo, kjo nuk është e dinjitetshme. Pra, aspekti i luftës hibride që po ndodh këtu, nga ajo çfarë quajmë ne interesi botës ruse dhe serbe, është ulur këmbkryq, ndërkohë që ne jemi në një lloj defanzive, në kuptim të asaj sepse nuk kemi asnjë lloj qasje serioze për t'u kundërvënë këtyre tezave, të cilat gjithnjë më shumë krijojnë huti, pasiguri dhe bashkë me këtë po humbim shpresën dhe besimin tek popullata, e cila në këto situata duhet mbrojtur përmes zërave të cilët artikulojnë qartë pozicionet edhe politike, jo vetëm aspektit individual. Dhe këtu do t'i bëj edhe një thirrje, edhe asaj çfarë quajmë bota intelektuale apo akademike, nuk duhet të qëndrojë e heshtur, por duhet të marrë rolin e saj në kohë krizash gjithmonë, kanë qenë si thua ajka apo elita e çdo kombi, e cila merr përgjegjësinë dhe rolin e saj për të ndërmjetësuar, për të avancuar, për të mbajtur qëndrime korrekte në funksion të interesit kombëtar. Pajtohem me ju që thoni që ka një tendencë për të reduktuar identitetin e shqiptarëve vetëm në dimenzionin biologjik apo ekonomik. Megjithatë, ky është mendimi im dhe vazhdimisht e artikuloj, shqiptarët janë një popull politik i cili ka një histori, një mbamendje, një të kaluar e cila është kurrë politike. Natyrisht këtu bën pjesë edhe sakrifica, mbijetesa sociale, ekonomike, kështu me radhë. Megjithatë, ne jemi popull politik, e kemi dëshmuar këtë nga vitet 90-ta edhe në komunizëm edhe më parë. Por kjo që e thoni, zoti Adili, lidhur me federalizimin, bie në kundërshtim me liderin tuaj, zotin Ali Ahmeti, i cili ka thënë se nuk mund të bëhet federalizim në një vend ku nuk di ku t'i vendosësh kufit, ku fillon njëri dhe ku mbaron komuniteti tjetër, dhe se për të hyrë në tema të tilla duhet njohur konfiguracioni apo gjeografia e shtetit, dhe se zgjidhje më të mirë se marrëveshja e Ohrit nuk ka. Atëherë,
nuk e di, këtë deklaratë e di të zotit Ahmeti në kontekst për ndarjen e Maqedonisë që është ofruar në vitin 2001. Kjo është deklaratë që është dhënë për Jeta Xharën në emisionin e saj ku ajo e pyet në mënyrë të drejtë për drejtë a jeni për federalizimin e Maqedonisë së Veriut. Unë thash që duhet jemi të hapur, nuk e diskutoj. Nuk e vend dyshim. Atëherë, çfarë dua të them se ju më pyetët nëse është koha, unë thash që nuk duhet t'i friksohemi asnjë lloj teze për ta diskutuar. Kjo është shumë e vështirë në situatën në të cilën jemi, për faktin se nuk kemi përgatitur as veten as palën tjetër, por që padyshim duhet diskutuar. Dhe kuptohet që jo vetëm politik, por kudo duhet të kërkosh diçka thelbësore për të arritur atë optimalen. Atëherë, i kthemi edhe një herë se ndoshta kemi dhe një keq kuptim, nuk thash se shqiptarët nuk janë qenje të organizimit politik. Thash diçka tjetër, që ne kemi nevojë për një lloj identiteti politik. Identiteti politik bazohet gjithmonë me të arriturat statutore, kushtetuese, brenda një vendi, brenda një shteti në cilin jeton. Dhe këtë e thash se shqiptarët kanë nevojë për identitetin e tyre politik në suaza të rritjes së peshës së tyre. Ju ishit shumë i qartë. Ashtu, ndërkohë që pala tjetër ka një problem shumë më të madh atë të identitetit kombëtar. Atëherë ne kemi shumë më të lehtë ta krijojmë këtë, duke krijuar një lloj premise për barazi apo për një formulim tjetër të organizimit të shtetit bazuar në marrëveshjen e Ohrit, e cila ka shumë hapësira. E ripotencoj që një nga variantet që neve të jemi pa si thosh formuluar në kushtetut shtet formues, por parimi badenterit në qoftë se respektohet në të gjitha segmentet shtetërore, neve realisht kemi dhe një lloj federalizimi apo jemi shtet formues pa përmendur këtë. Pra duhet të punohet në radhë të parë të plotësohem atë dokument i cili po na shkilet gjithnjë më shumë dhe që nuk duhet lejuar për mendimin tim, dhe mbi bazën e asaj pastaj të krijojmë premisa më të favorshme gjeneratave të cilat vinë më vonë për të hedhur hapa të tjerë. Me këtë diskurs që flisni, zoti Adili, nuk jeni pak radikal dhe ndoshta në disproporcion të jashtëzakonshëm me funksionimin e BDI-s, sepse ne e tham bashkë e konstatuam që BDI-ja është trashëgimtare politike e ish ushtrisë qëllimtare kombëtare. Por veprimi i saj politik nga viti 2002 deri më sot ka qenë kryekëput veprim i një partie institucionaliste. Në këtë vijë keni ndoshta frikë. Jo frikë, por ndoshta dilemën se dhe mund t'ju largojnë nga partia se të rallë janë zërat që flasin si ju në BDI. Për hir të së vërtetës, kështu ndodh. Tani, prurjet e reja janë për të sjellë edhe pikpamje, ndoshta të reja të them, por jo, unë them, nuk janë të reja sepse vetë pozicionimi i BDI-s nga viti 2002 ka qenë institucional për faktin se ka qenë brenda institucioneve, por nuk mohon që ajo vjen nga një lloj revolucioni, të cilin është përpjekur për ta implementuar për sa ka patur mundësi bashkë me lëshimet të cilat i konstatuam. Dhe unë këto po them atë çfarë realisht e thonë të gjithë, dhe nëse jo hapur në për tavolina dhe në ndeje të ndryshme, pa dyshim që e pranojnë atë çfarë ka ndodhur si lëshim, dhe që këtë lloj vullneti është artikuluar dhe nga kryetari dhe në konkluzionet dhe rezolutën e Kongresit, që ato lëshime nuk duhet t'ia falim vetes në qoftë se nuk i kthejmë në norma kushtetuese. Unë këtë po them, nuk them diçka shumë më radikale se sa kaq, por pse jo aspiratat e jona mos jenë më të mëdhaja? Unë këtë mendoj se gjithsecili shqiptar e ka pjesë të ndërgjegjës së vete dhe një lloj detyrimi për të dhënë kontribut që jo vetëm të mbrojmë atë çfarë quhet sublime, por duhet të lejmë edhe shtigje tjera për avancim të proceseve të mëvonshme. Në kuptim të kësaj, them se shqiptarët kanë kapacitet, por fatkeqësisht
nuk kanë atë lloj përgjegjësie të cilën duhet ta shfaqin në organizimin e tyre politik. Unë piknisjen e kam tek legitimiteti, i cili rregullon shumë çka më pas edhe në organizimin e brendshëm të këtij shteti. Legitimiteti dhe aspekti i decentralizimit apo të një lloj autonomie politike, territoriale, kulturore, quaj si të duash, për autonominë e cilës është vetë Maqedonia ratifikues dhe nënshkrues e Kartës së të drejtës së pushtetit lokal të Këshillit Evropian, përse neve duhet të hezitojmë dhe mos hedhim hapa në konkretizimin e këtyre hapësirave ligjore të cilat i njeh si organizim të brendshëm edhe vetë Bashkimi Evropian. Pra neve këtu kemi një lëshim dhe duhet ta themi që nuk kemi asnjë lloj qasje serioze për decentralizim pushtetit lokal, për bashkëpunim regional në mes komunave, të cilat janë krejtësisht të ligjshme dhe norma ndërkombëtare. Në kuptim të kësaj them që duhet të ngrihemi në nivele tjera të organizimeve politike. Por si mund të ngrihemi atëherë kur kemi një lloj, si thuash, ta quaj dokumenti, mos ta quaj as Kur'an as Bibël, por një marrëveshje e shenjtë e cila do të respektohet nga të gjithë subjektet politike dhe jo të shkilet mbi legitimitetin, jo t'i krijon premisa dikujt që të luajë me ne. Kjo na ka ndodhur, kjo na ndodh dhe prandaj them se duhet të kemi një lloj reflektimi, që të jemi më serioz ndaj përgjegjësive që kemi të gjithë si klasë politike, po aktualisht vleni që uroj e shpresoj që tani të formatohen në një zë të vetëm ashtu si e kishin edhe sloganin. Pra, droj nëse diferencoheni ideopolitikisht nuk keni, sepse ju thatë që në politikë keni hyrë për disa ide, jo për të marrë, sepse unë e kam thënë në një debat tjetër, ka në BDI që e kanë, jo që e kanë rriepur, po e kanë rriepur me thik, në kuptimin figurativ flas, domethënë e kanë keq përdorur BDI-n dhe sot qëndrojnë spektator, rrin anash, janë bërë ekspert, disa ndoshta edhe merren me biznese private dhe i shohin proceset politike pra nga pozicioni i qytetarit të zakonshëm. Fatkeqësisht në politikën e Ballkanit, pa veçuar këtu edhe politikën shqiptare, kemi eksponent të kësaj natyre. Nuk e mohoj këtë që thua, edhe brenda saj çfarë quhet BDI. Por sa i takon qenjësime aty, thash që në fillim se cilat janë 4 arsyet dhe në mes atyre 2 arsyeve është aspekti i mbrojtjes, të asaj çfarë quajmë dokument, unë e quaj të shenjtë marrëveshësorit për sa unë kam mundësi dhe të ngrihemi në nivele tjera të organizimit politik, dhe arsyeja tjetër është se është në opozit që unë nuk kam shfaqur dhe nuk do të shfaq asnjëherë ambicie personale. Andaj nëse nesër jam, si thua, i përjashtuar të thoni ju që unë nuk e besoj se s'kemi arsye të kësaj natyre. Ne kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për prurje të reja, kemi nevojë për të patur sa më shumë zëra, aty ku ka divergjencë, aty ku realisht ka, si thua, përplasje mendimesh, ka dhe pasuri dhe ngrem, si thua, kauza më të shëndosha në kuptim të hedhjes së hapave apo aksioneve tjera politik. Nuk janë, si thua, hapje të ndaj prurjeve të reja në BDI për të përjashtuar, përkundrazi, thirrjet janë që t'i bashkohen sa më shumë njerëz të cilët kanë mendime, pikpamje edhe tjera dhe të cilët ndoshta nuk mund t'i artikulojnë atë që ju thatë eksponent, të cilët kanë qëndruar për 20 vite aty dhe që ndoshta tani më kanë kaluar më shumë tek hallet personale se sa tek ajo çfarë quam kauz. Dhe unë këtë parti dhe këtë subjekt e konsideroj dhe shikoj në binjen time si një subjekt i kauzave kombëtare, andaj dhe jam aty për të dhënë kontributin tim. E kundërta e kësaj duhet thënë se derivati PDSH-s dhe BDI-s janë subjektet e tjera. Dhe prandaj uroj edhe një herë them, domethënë që ndoshta të kenë atë mbarësinë e nevojshme për të dalë me një zë. Kjo neve na nevojitet, që të jemi sa më të unifikuar, sa më të artikuluar, por jo të shkelim mbi normat të cilat të kemi gjithsecili nga ne kontributet tona në luftën e vitit 2001, në marrëveshjen e Ohrit dhe në proceset e tjera politike që nga vitet e 90-ta deri sot. Që të gjithë kemi kontribute, andaj edhe duhet t'i thirrim ndërgjegjes son të mbrëmshme për të dhënë kontribut real në atë çfarë kërkohet sot. Këtë duhet fillimisht
të ketë gatishmëri vleni dhe pse jo padyshim dhe BDI-ja e cila tani më i ka artikuluar këto qëndrime, por e thash që faktori kohë dhe ajo çfarë ndodh në politikën globale realisht në frenon hedhjen e hapave apo aksioneve politik për të cilat ju keni shumë të drejtë që duhet të kalojnë nga rezolutat në aksione politik, në të kundërtën ju do vazhdoni do na quani si subjekti rezoluta. Uroj që të mos ketë nevojë për analizë të re, se nuk besoj që në 2027 BDI-ja do të del me 5 rezoluta tjera. Megjithatë, unë kisha kënaqësinë sot që ju kisha i ftuar i dialogut të lajmi. Besoj që ishte një bashkëbisedim, ne vetëm se i hapëm temat. Natyrisht këto janë tema që nuk mbyllen as me një intervistë, as me shumë intervista, nevojitet një debat më i gjerë, kombëtar, shoqëror, politike kështu me radhë. Falenderoj shumë edhe për peshën që ju keni në opinionin publik, realisht edhe mund të jepni dhe po jepni kontribut, pse jo vetëm të artikulimit dhe të trajtimit të këtyre problemeve, fenomeneve me cilat ne po karakterizojmë jetën e përditshme, por mendoj se keni mundësinë, kapacitetin, njofjet dhe dhënien e kontributit juaj në parafrimin të qëndrimeve për cilat unë mendoj se më shumë se kur kemi nevojë sot për një reflektim të aspektit të unifikimit rreth asaj çfarë quajmë kauza jon kombëtare, për cilën kemi obligim padyshim ndaj gjakut të derdhur dhe ndaj brezave që vijnë pas. Shumë faleminderit. Faleminderit.